Vetëm disa sekonda pamje nga kamerat e sigurisë të një automjeti policor mjaftuan që gjykata e Gosivarit ta shpall fajtor ish zyrtarin e policisë së Kërçovës Ardian Pinjolli në rastin e vjedhjes së 18 kilogramave arë në Gosivar, duke dënuar me 5 vjet burg. Sipas gjykatës së themelore të Gosivarit, Pinjolli e kishte përdorur automjetin e zyrtar Chevrolet Spark për të ndihmuar grabitësve të maskuar, duke çaktivizuar radion policore dhe duke u hapur rrugën automjeteve BMW X5 dhe Volkswagen Charan. Megjithatë, familja e tij dhe avokati i popullit pretendojnë se bëhet fjalë për një proces të montuar dhe një vendim të padrejtë. Bashkëshortja Salie Pinjolli akuzon gjykatën se ka injoruar provat që sipas saj e përjashtojnë atë nga ngjarja, përfshirë dëshmitë e kolegëve, listingjet telefonike dhe pamjet e kamerave të sigurisë. Kërkoj që organet kompetente të vinë dhe të shqyrtojnë rastin, sidomos organet kompetente nga Shkupi, Prokuroria e Lartë, Këshilli Gjyqësor dhe të gjithë organet kompetente të cilat kanë të bëjnë me gjykatat të vinë dhe të shqyrtojnë rastin, të shihet se si është punuar në këtë rast për 10 muaj luftë që kemi bërë, që nuk është marrë përpas asgjë dhe vendimi asgjë nuk ka në vendimin e sotëm që na i dhanë, asgjë nuk ka të bëjë me bashkëshortin tim. Kam përshkruar vjedhjen dhe kam përshkruar veprën e policit të akuzuar, i cili ka pranuar veprën. Dyshime se procesi është i montuar ka dhe zëvendës avokati i popullit Ilber Rufati, i cili e ka ndjekur nga afër çdo seancë gjyqësore. Ai thotë se në këtë gjykim ka shkelje të rënda ligjore. Nga faza fillestare të procedurës dhe në kuadër të kompetencave të tona kushtetuese dhe ligjore, ka evidentuar një sër rrethanash që ngrenë dyshime serioze lidhur me respektimin e standardeve për një proces të rregull dhe të drejtë. Nga analizat e dokumentacionit rezulton se gjatë procedurës hetimore janë marrë në konsiderat vetëm pjesë të caktuara të deklaratave të disa dëshmitarve, ndërsa nuk janë vlerësuar në tërësëri deklarimet e tyre dhe si dhe nuk janë administruar apo vlerësuar në mënyrë të plotë prova dhe fakte që mund të kishin kontribuar në zbardhjen e së vërtetës materiale. Grabitja e 10 tetorit 2025 çoi në pranë nga 2 policë, derisa polici i parë pranoi gjithçka dhe u dënua me procedurë të shpejtuar Ardian Pinjolli, i cili refuzoi të pranojë akuzën, sot u përball me verdiktin prej 5 vjet burg në një proces ku pala mbrojtëse pretendon se faktet u fshin nga tavolina e gjykatësve. Ndërkohë, 4 personat e maskuar që shihen në pamjet e sigurisë duke hyrë në argjentari dhe duke kryer grabitjen ende nuk janë kapur nga policia dhe vazhdojnë të jenë në arrati.